Kalimi nga lëndët djegëse fosile drejt burimeve më të pastra të energjisë shpesh paraqitet si një proces i drejt për drejt. Thjesht zëvendësojmë naftën, gazin dhe shumërin me energjinë diellore, të erës apo forma të tjera të rinovueshme. Por në realitet, kjo është një nga sfidat më komplekse me të cilat përballet bota sot. Nuk bëhet fjalë vetëm për ndërtimin e burimeve të reja të energjisë, por për transformimin e një sistemi të tërë që është ndërtuar për dekada rreth lëndëve djegëse fosile. Sot energjia diellore dhe ajo e erës po përhapen me ritme të shpejta në shumë vende. Ato konsiderohen si zgjidhje kyçe për të ulur ndotjen dhe për të luftuar ndryshimet klimatike. Megjithatë, këto burime kanë një veçori të rëndësishme. Ato varen nga natyra. Dielli nuk shkëlqen gjatë gjithë kohës dhe era nuk fryn gjithmonë. Kjo do thotë se energjia që prodhohet prej tyre nuk është e qëndrueshme në çdo moment. Për këtë arsye, sistemet moderne të energjisë nuk mund të mbështeten vetëm tek këto burime. Ato kanë nevojë për rrjete më të forta elektrike që të shpërndajnë energjinë aty ku duhet, për sisteme ruajtje që ta mbajnë energjinë kur prodhimi është i lartë dhe ta përdorin kur prodhimi bie, si dhe për burime rezervë që mund të hyjnë në punë në çdo kohë. Pra sfida nuk është vetëm ndërtimi i paneleve diellore apo turbinave të erës, por përshtatja e gjithë infrastrukturës energjetike. Një tjetër arsye pse është e vështirë të zëvendësohen lëndët djegëse fosile është se ato përdoren pothuajse në çdo sektor të ekonomisë. Nuk bëhet fjalë vetëm për prodhimin e energjisë elektrike. Nafta, gazi dhe shumyri përdoren në transport, në ngrohjen e shtëpive, në prodhim industrial dhe në industrinë e rëndë. Për më tepër, ato janë shumë praktike, mund të ruhen lehtë për një kohë të gjatë dhe mund të transportohen pa vështirësi nga një vend në tjetrin. Kjo i bën ato shumë tërheqëse për ekonominë globale. Ndryshe nga energjitë e rinovueshme, të cilat varen nga kushtet e motit, lëndët djegëse fosile kanë energjinë brenda tyre. Ato mund përdoren kurdo që është e nevojshme, pa u shqetësuar për ndryshimet e motit apo të ditës dhe të natës. Ky fleksibilitet është një nga arsyet kryesore pse vazhdojnë të luajnë një rol kaq të madh. Kur flasim për energjinë diellore dhe të erës, është e rëndësishme të kuptojmë se ato nuk funksionojnë njësoj kudo. Varen shumë nga vendodhja gjeografike. Ka vende ku dielli është i fortë gjatë gjithë vitit dhe energjia diellore është shumë efikase. Në vende të tjera ku ka më pak rrezatim diellor, kjo teknologji mund të mos jetë aq e dobishme. E njëjta gjë vlen edhe për erën. Disa rajone kanë kushte ideale ndërsa të tjera jo. Kjo do të thotë se nuk ekziston një zgjidhje e vetme për gjithë botën. Çdo vend duhet të zgjedhë kombinimin e duhur të burimeve të energjisë, duke marrë parasysh kushtet e veta natyrore, ekonomike dhe teknologjike. Në disa raste kjo mund përfshijë edhe burime të tjera si energjia bërthamore, e cila mund sigurojë energji të qëndrueshme pa emetime të larta karboni. Një tjetër element i rëndësishëm në këtë debat janë bateritë. Ato janë bërë shumë të njohura vitet e fundit, sidomos për përdorimin në makinat elektrike dhe për ruajtjen e energjisë. Bateritë mund të mbajnë energjinë e prodhuar nga dielli apo era dhe ta përdorin atë më vonë, duke ndihmuar në balancimin e sistemit energjetik. Megjithatë, bateritë nuk janë një zgjidhje universale. Problemi kryesor lidhet me dendësinë e energjisë, pra sa energji mund të ruhet në një hapësirë të caktuar. Krahasuar me karburantet e lëngshme si nafta apo vajguri, bateritë kanë shumë më pak energji për të njëjtën peshë. Kjo i bën ato më pak të përshtatshme për sektorë si aviacioni, transporti detar apo industria e rëndë, ku nevojitet shumë energji për periudha të gjata. Për shembull, një avion nuk mund të funksionojë lehtësisht vetëm me bateri, sepse pesha e tyre do të ishte shumë e madhe. Në këto raste, karburantet tradicionale mbeten ende zgjidhja më praktike. Kjo tregon se tranzicioni energjetik nuk mund të ndodhë në të njëjtën mënyrë në çdo sektor. Një alternativë tjetër që shpesh përmendet janë biokarburantet. Këto janë karburante të prodhuara nga materiale organike, si bimët apo mbetjet. Ato mund përdoren në disa raste si zëvendësim për naftën, sidomos në sektor ku karburantet e lëngshme janë të vështira për të zëvendësuar. Por edhe biokarburantet kanë kufizimet e tyre. Prodhimi i tyre varet nga toka bujqësore, nga të korrat dhe nga burimet të tjera natyrore. Nëse përdoret shumë tokë për prodhimin e energjisë, kjo mund të ndikojë negativisht në prodhimin e ushqimit. Në një botë ku kërkesa për ushqim është gjithmonë në rritje, kjo është një çështje e rëndësishme. Për këtë arsye, biokarburantet mund të jenë pjesë e zgjidhjes, por jo zgjidhja e vetme. Ato duhet përdoren me kujdes, duke marrë parasysh ndikimin në mjedis dhe në ekonomi. Në fund, një tranzicion realist drejt energjisë së pastër nuk do të jetë i njëtrajtshëm. Disa sektorë do të përparojnë më shpejt, sidomos aty ku teknologjitë e reja janë tashmë të zhvilluara dhe më të lehta për të zbatuar. Për shembull, prodhimi i energjisë elektrike nga burime të rinovueshme po rritet shpejt në shumë vende, ndërkohë sektorë të tjerë si industria e rëndë, transporti ndërkombëtar apo aviacioni do të kenë nevojë për më shumë kohë dhe inovacion.
Këto fusha janë më të ndërlikuara dhe kërkojnë zgjidhje më të avancuara teknologjike. Një tjetër pikë e rëndësishme është kostoja. Shpesh thuhet se energjitë e rinovueshme janë më të lira, por kjo nuk është gjithmonë e vërtetë në çdo aspekt. Ndërtimi i burimeve të reja mund të jetë relativisht i lirë, por kur përfshihen kostot për rrjetet, ruajtjen dhe stabilitetin e sistemit, tabloja bëhet më komplekse. Megjithatë, shumë ekspertë theksojnë se energjia diellore dhe ajo e erës janë ndër opsionet më të lira për prodhimin e ri të energjisë elektrike në shumë vende. Kjo tregon se ato do të luajnë një rol gjithnjë më të rëndësishëm në të ardhmen, por gjithmonë si pjesë e një sistemi më të gjerë dhe të balancuar. Në përfundim nuk ekziston një zgjidhje e vetme që zgjidh të gjitha problemet energjetike. Çdo teknologji ka avantazhet dhe kufizimet e saj. Tranzicioni drejt energjisë së pastër kërkon kohë, investime dhe bashkëpunim global. Është një proces i ndërlikuar por i domosdoshëm për të ardhmen e planetit dhe të brezave që do të vinë.